Egli Tako reagon për herë të parë pas daljes nga Big Brother VIP Albania. Egli Tako, pas daljes së papritur nga shtëpia e Big Brother VIP, për arsye shëndetësore, ka bërë reagimin e saj të parë në rrjetet sociale. Në një postim në Instastory ajo ndau një mesazh të ndjerë ku shpreu ndjenjat e saj të pasigurta dhe boshllokun e brendshëm që ndjen. Egli pranoi se nuk e di saktësisht si ndihet, por theksoi se ka nevojë për ngrohtësinë e familjarëve dhe miqve të saj në këto momente. Më keni pyetur shumë si jam. Ndonjëherë pyes dhe veten si jam dhe nuk e di si ndihem. Unë vetëm e di që kam një boshllok brenda meje dhe nëse shikoj brenda vetes, shoh ngjyrën e zbrastësisë. Është diçka e çuditshme, ndonjëherë shpëtoj veten dhe ndonjëherë nuk mundem. Thjesht e di që në këto momente kam nevojë të ndjej ngrohtësinë e përqafimeve nga familjarët dhe miqtë e mi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.